Ujmbledhsa të cilët përdoren për të siguruar vaditjen e tokave bujqësore në Bashkinë e Korçës këtë vit kanë kapacitetin e tyre maksimal me ujë. Kjo për shkak të rreshjeve të dendura të shiut që kanë shoqëruar periudhën e dimrit, çka do të sjellë që gjatë sezonit veror të mos ketë problematika sa i takon vaditjes nga ana e fermerëve. Ujmbledhsi i Gjançit, një ndër më të mëdhenj në zonë, ka arritur plotësisht kapacitetin e tij, duke garantuar furnizim të qëndrueshëm për të gjitha sipërfaqet bujqësore që mbulon. Të dy krahat e kanalit Vaditës funksionojnë normalisht, duke çuar ujë në tokat nga Pulaha deri në Melçan dhe nga Floqi deri në Drenov. Fermerët theksojnë se kjo do të ndikojë drejt për drejt në rritjen e prodhimit bujqësor, sidomos për kulturat kryesore si perimet, drufrutorët dhe misri. Si ka qenë këtë vit gjendja në pemtore? Po si viti s'ka qenë i keq. Po për vaditje si ka qenë situata, ka patur ujë? Kishte. Ndërkohë, ndërmarrja e shërbimeve publike në Bashkinë Korçë ka marrë masa shtesë për mirëmbajtjen dhe pastrimin e kanaleve vaditëse, duke siguruar shpërndarje efikase të ujit në çdo parcel. Aktualisht në qarkun e Korçës janë në administrim rreth 120 rezervuar, të cilët këtë vit kanë arritur kapacitetin e plot, duke krijuar kushte optimale për një sezon bujqësor të suksesshëm.